aktualisht në Gjilan kemi edhe 48 ose 48 persona nga janë Gjilanit po flas, për fatin dhe me ndodhin që nuk dihet. Megjithatë, këtë angazhimin e përbashkët të 27 vite, po flasim nga ajo që tha dhe prokurori, për më shumë se 100 lokacione, ose më shumë se 100 veprime në kuptimin e gërmimeve vlerësuese në lokacione ndryshme në këtë region. Pra, çdo informatë që është pranuar, është adresuar me shumë prioritet. Sigurisht që është sfidë në proces, jo vetëm në rajonin e Gjilanit, po në barë Kosovën, mbetet edhe mungesa informacioneve të besueshme, mungesa informacione kredibile që në rastin e Kosovës do duhet vinin nga arkivat e institucioneve të shtëpisë, ashtu si mbetet sfida dhe faktori kohë. Megjithatë, çdo informatë që pranohet është adresuar me shumë prioritet dhe përkundër faktit që asnjëherë në një proces tillë nuk kam dashur me interpretuar në terma statistikor, megjithatë në Gjilan kemi edhe 48 persona, mesin 1565 persona që janë të zhdukur në barë vendin, po them nga lufta fundës si pasojë e luftës. Dhe kemi dikon më shumë se 100 lokacione, pra 104 lokacione të adresuar në kuptim gërmimi vlerësues në mesin e më shumë se 2600 lokacioneve që janë adresuar. Pra, do të vazhdojmë me ditë mbi, bashkëpunim ngushtë me gjitha familjen, në kuptim të adresimit çdo informate në respektim ose në përpjekje të respektimit të drejtë elementare, si është drejta për ditë, fatin dhe mendohen me të dashur të tyre, pra për gjitha familjet dhe familjarët e personave të